Të imagjinojmë pak sikur po ecim në rrugjicën tonë të përditshme, ndoshta me një kafe në dorë herët mëngjes, dhe syri na zën një qese plerash të grisur. E lën mu në mes të trotuarit. Një pamje shumë klasike, fatkeqësisht. Fiks, dhe reagimi I parë krejt I natyrshëm është një tkurrje fytyre, një mendim shpejt, domethënë që themi me vete sa pamje shëmtuar. Po pra. Pastaj thjesht e shmangim, ndryshojmë drejtim dhe vazhdojmë rrugën pa e kthyer kokën pas fare. E vërtet, e injorojmë plotësisht. Por çfarë ndodh nëse ajo qese e lënë aty nuk është thjesht një detaj shëmtuar estetik, po sikur të jetë në fakt pika e parë e rrënjes së një komuniteti të tërë? Kjo është një pyetje shumë e fortë. Dhe akoma më e çuditshme, po sikur zgjidhja për të rindërtuar atë solidaritetin njerëzor që na mungon sot të gjendet pikërisht te mbledhja e asaj qeseje. Ky është thelbi. Në këtë thellim të sotëm po shqyrtojmë manifestin e veprimit komunitar me titull Pastrolagjen, ndërtoj një komunitet më të pastër dhe më të fortë. Një material jashtëzakonisht interesant. Absolutisht. Misioni I kësaj analize është të zbuloj se si ky veprim I thjesht nuk ka të bëjë fare me estetikën, por me shëndetin publik dhe rindërtimin e shoqërisë. Dhe ka një citim nga Burimi që thotë: "Një lagje e pastër nuk ndodh rastësisht, ajo krijohet nga njerëz që kujtesen." Tamam. Dhe ironia më e madhe këtu është se e njëjta qese mban brenda saj, njëkohësisht edhe rrezikun, por edhe çelësinë e zgjidhjes. Fiks. Kjo e bën këtë diskutim kaq thelbësor. Ne nuk po flasim thjesht për fshirjen e rrugëve apo mbjelljen e disa luleve ashtu kot. Ndryshimi nuk vjen nga dikush tjetër, ai fillon pikërisht nga ne. E qartë. Dhe jam e bindur që sapo të kuptojmë se si ky hap I vogël ndryshon gjithçka, perspektiva jon do të kthehet përmbys. Okej, le ta zbërthejmë këtë pak më shumë, sepse për të kuptuar urgjencën ndoshta duhet të gjejmë një metaforë të re. Nëse mendojmë për rrugët si arterje dhe lagjen si trupin e njerëzit, nëse arteriet bllokohen me papastërti, I gjithë trupi sëmurët fizikisht. Është një analogji shumë e saktë. Por dua të bëj një pyetje pak sfiduese këtu. A është me të vërtetë kaq I madhshme rreziku I një mjedisi të papastër për një familje që thjesht ecën në lagje? Domethënë, apo egzagjerojmë pak të pjesën e sëmundjeve? Ajo që është më gjepse këtu është mikërisht ky mekanizëm I padukshëm zinxhir. Për ne, një shishe plastike e lën aty duket statike, apo jo? Po, thjesht një mbeturinë. Por në nivel mikroskopik është një vatër tepër aktive. Mbeturinat që dekompozohen në natyrë tërheqin insekte, bretës, mbushen me ujë shiu dhe bëhen çerdhe për mushkonjat. Ua, do me thënë një laborator biologjik I hapur. Pikarisht. Dhe këto insekte apo bretës janë vektor efikas për përhapjen e baktereve. Kur pastrojmë mjedisin, nuk po heqim thjesht diçka të shëmtuar. E drejtë. Ne po eliminojmë këto vatra dhe ulim në mënyrë drastike ekspozimin e fëmijëve ndaj patogjeneve. Pra, kur eliminohen bakteret, mjedisi bëhet automatikisht më I sigurt për fëmijët që luajnë aty. Përmirësohet mënyra se si ndihen banorët çdo ditë. Fiks, është krijimi I një mburoje reale shëndetësore, jo që është mungesë plehrash. Shëndeti publik rritet të ndjeshëm kur uji I shiut nuk filtron më ndotëse metale të rënda drejt ujrave nëntoksore. E tmerrshme kur e mendon kështu, sepse tregon që lidhja është super e drejtë për drejtë, por kjo na çon pashmangshmërisht te një pikë tjetër. Nëse rreziku për shëndetin është kaq I madh, pse nuk pastrojnë të gjithë atëherë? Këtu hym te barrierat psikologjike. Njerëzit mbahen të paralizuar nga disa mite shumë të forta. Burimi ynë I ndan në 3 mite kryesore. Cilat janë ato? Miti I parë është ai klasik, nuk është puna ime. Njerëzit mendojnë se hapësira publike nuk u përket atyre. Po, pra e konsiderojnë tokë të askujt. Tamam, por realiteti është që komuniteti është përgjegjësi e të gjithëve. Miti I dytë është një person nuk bën diferencë. E dëgjojmë shpesh këtë. Pse të lodhem unë? Fiks. Por manifesti thekson se ndryshimet e mëdha gjithmonë nisin nga pak njerëz. Dhe miti I tretë është ai fatalisti. Pastrimi nuk ndryshon asgjë, nesër prapë pisë do bëhet. E vërtet, është një lloj cinizmi. Po, ndërsa realiteti është se ky veprim ndryshon rrënjësisht mënyrën se si jetojmë dhe ndjehemi çdo ditë në atë hapësirë. Por, le të jemi të sinqert për një moment. Më duhet të bëj pak rolin e avokatit të djallit këtu. Patjetër, urdhro. Është shumë e lehtë domethënë të thuash, kjo është puna e bashkisë, unë paguaj taksa, pse duhet të dal unë nga shtëpia të bëj punën e institucioneve. E kuptoj plotësisht këtë kundërshtim,
Por teksti sjell një citim shumë të fuqishëm për këtë. Thot, patriotizmi nuk është vetëm fjalë. Patriotizmi është të kujdesesh për vendin ku jeton. Wow, kjo është e fortë. Dhe nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, pritja që dikush tjetër të vi të rregulloj problemin, thjesht e thellon atë. Thyen paralizon kolektive. Kur banorët dalin jashtë, ata marrin pronësinë psikologjike të lagjes. Këtu bëhet vërtet interesante, sepse pasi kemi thyer këto mite që na mbajnë mrapa, çfarë ndodh kur njerëzit më në fund dalin nga shtëpitë dhe bashkohen? Ndodh transformimi më i madh social. Efekti është i jashtëzakonshëm. Mbledhja e mbeturinave kthehet në një lloj kurthi pozitiv për të krijuar miqësi. Burimi përmend pamje vizuale shumë të bukura, të rinj dhe familje që bashkëpunojnë, fëmijë që luajnë në ambiente të pastra. Është një punë e përbashkët që krijon solidaritet të vërtet? Po pra. Dhe kjo më ngrej një pyetje. Apo flasim këtu thjesht për estetik, apo për një mjet për të edukuar fëmijët pa u mbajtur atyre leksione të mërzitshme? Është absolutisht kjo e dyta, dhe është një metodë gjenjale. Veprimi vlen sa 1000 fjalë. Kur fëmijët shohin të rriturit të pastrojnë, ata përvetsojnë kulturën qytetare në mënyrë organike. Pra nuk u duhet thënë hidhe letrën në kosh, thjesht e shohin. Tamam, ata e shohin prindin me doreza gute pastruar dhe e kuptojnë që hapësira publike ka vlerë. Kujdesi për ambientin është thellësisht ngjitës. I jep një shembull super pozitiv. Po, krijon kulturë qytetare dhe frymëzon të rinjt për të marrë përgjegjësi. Komunitetet e forta nuk ndërtohen me fjalë, por me veprime. E qartë. Dhe ky respekt për hapësirat publike përkthehet drejt për drejt në respekt për njëri tjetrin. Dhe papritur, qytetet bëhen më të shëndetshme, më të bukura dhe shumë më tërheqëse. Pra, kalojmë te thelbi. Tani që kemi kuptuar dobitë shëndetësore dhe sociale, si mund ta kthejmë këtë inspirim në veprim të prekshëm sot? Burimi ofron disa hapa praktik shumë të thjeshtë. E para, fto miqt dhe fqinjët. Një lloj bashkimi social. E dyta, zgjidh një zonë që ka nevojë, ndoshta një cep afër pallatit. E treta, përdor doreza dhe qese. Shumë e thjeshtë. E katërta, ndaj mbeturinat për riciklim kur është e mundur, për t'i dhënë atë impaktin ekologjik. Dhe e pesta, shpërndaj mesazhe pozitive për ndërgjegjësim. Pra, çfarë kuptimi ka e gjitha kjo? Këta hapa duken si një recetë jashtëzakonisht e thjeshtë, që nuk kërkon buxhet ose diplom. Asnjë lloj diplome. Thjesht vullnet dhe një qese mbeturinash. Kjo ngrej një pyetje të rëndësishme, sepse qëllimi nuk është një pastrim një ditor sa për të bërë disa foto. Jo. Qëllimi është mbjellja e një mentaliteti të ri. Motoja e manifestit është fantastike këtu. Një lagje e pastër fillon nga një hap i vogël. Dhe ky hap i vogël është shpesh thyerja e akullit me komshiun. Sakt. Për të bërë një përmbledhje të shkurtër të këtij udhtimi. Fillua me një qese mbeturinash të kërcënon shëndetin publik që mbledh baktere mushkonja. Po. Dhe përfundua me një komunitet që qëndron i bashkuar dhe frymëzon rinin për të nesërmen përmes një veprimi të thjeshtë. Edhe jap se ka rëndësi e gjitha kjo. Hapësira ku kalojmë jetën e përditshme nuk është thjesht një sfond. Është skena e jetës sonë. Pikërisht, është skena që dikton mirëqenien, sigurinë dhe ndjenjen e përkatësisë së secilit banor. Të kujdesesh për të, do të thotë të kujdesesh për veten dhe fqinjen. Për ta mbyllur këtë analizë të thellë, do doja të lija një mendim pak provokues. Një ide për t'u përtypur që zgjeron atë çfarë trajtuam sot. Të dëgjojmë. Nëse një aksion i thjesht pastrimi me fqinjin ka fuqinë të kthejë një rrugë të harruar në një lagje ku njerëzit përshëndeten sërish, po, atëherë çfarë problemesh të tjera të mëdha të shoqërisë son mund të zgjidheshin thjesht duke dalë jashtë dhe duke filluar punën së bashku? Diçka për ta menduar thellë. Shumë e vërtet. Kjo mbetet padyshim prova më e madhe e fuqisë së bashkëpunimit qytetar, shumë përtej vetëm mbeturinave.